Mirë se ardhët, jam Shenoje. Po më jenë shumë mirë që jam në Gjilan sot bashkë me juve. Faleminderit shpend, faleminderit Coca-Cola për këtë mundësi. Drejt jemi special në mënyrën që jemi. Kur t'jepët mundësia, që atë mundësi ka pe grabit e përgushe, kur i ki 5 minutat e tua, shine like a star that you are. E në proces, mos haro to have some fun. Faleminderit shumë. Është shumë kënaqësi që jam pjesë sot këtu bashkë me Shenojën edhe Valonin. Unë jam Gençale, kam 34 vjet, punoj kryesisht në industrinë e burimeve njerëzore. Edhe sot kena me kalu një kohë pak bashkë, tu bisedu pak për pjesën e menaxhimit, leadershipit edhe këtyne shkallësive, aftësive të buta. Unë karrierë, diskutojnë pak. Shumë vështirë me menu, që po mdo edhe i kështirë pak. Qëse dëni, edhe i rrini gati profesionit juj, 100% kene me kanë të sukses shumë. Një falenderej shumë, kështu që një dorë të rëkitje për Valonin, stash që përmarë të të. Një dorë të rëkitje për Gentin, falenderit për kohën edhe durimin që i keni, zakonisht juve ju akuzojnë që s'keni vëmendje, kështu një rrëdhët të shkurta dhe s'keni nerva me ngu, po sot për dëshmohet që keni arë në numër të madhë, me pa edhe me mësu prej neve, duke falenderu ICK-s edhe Coca-Colës për mundësin të cilën e kena japë. A mundemi me folë me slang të Prishtinës? O, pa problem fare. E bojmë si me qenë tipi kafe në Prishtinë. Të flasim shqip që flitit në lagje, e na i fjallë shpejt e na i shprehi lokale. Vesh më thuaj që ka duhet edhe bojmë muhabetin të amam si Prishtinë. Elon Musk.